Pas 6 vitesh të vështira me gjeologjinë e tokës, u hap dhe tuneli Murrizit që shkurton distancën mes Dibrës dhe Tiranës në vetëm 2 orë. Banorët shprehen se rruga e Arbrit zhbllokon të gjithë zonën e Dibrës dhe lidh rajonet lindore dhe verilindore të Shqipërisë. Me dhjetra qytetarë u mblodhën për të festuar hapjen e tunelit të Murrizit, teksa thonë se 14 marsi është një ditë historike për dibranët. Me hapjen e tunelit, udhëtimi nga Tirana në Dibër dhe Anasilltas do të jetë vetëm 2 orë. Përveç se shkurton distancën, banorët thonë se hapja e tunelit do të ndikojë pozitivisht në ekonominë dhe turizmin e qytetit. Një nga veprat më të rëndësishme të rrugës së Arbrit, tuneli Murrizit është 3.7 kilometër i gjatë. Ai nisi të ndërtohet në maj të 2019 dhe duhet të ishte mbyllur në prill të vitit 2022, por ka pasur rëcurita vasht për shkak të gjeologjisë së vështirë dhe rrëshqitjes së dherave. Tuneli është i gjatë 3.7 kilometra dhe do të shkurtojë distancën mes Dibrës dhe Tiranës në vetëm 2 orë. Ai ka 11 dalje dhe kalimi do të jetë pa pagesë. Në total, rruga e Arbrit ka 7 tunele, me gjatësi totale 8.5 km. Kjo rrugë lidh rajonet lindore dhe verilindore të Shqipërisë, duke përmirësuar transportin e banorëve që jetojnë në zonat në të cilat kalon rruga. Për pak javë pritet të mbyllet dhe segmenti Maqellar-Peshkopi. Tuneli Murrizit përbëhet nga 2 tuba, ai i trafiku dhe ai i emergjencës. Ai ka 11 dalje. Punimet për ndërtimin e rrugës së Arbrit prej 69 kilometrash e përbër nga 6 tunele dhe 4 ura nisën në vitin 2019, ndërsa kostoja totale e koncesionit 13 vjeçar përllogaritet në 40.3 miliard lek. Sot u plotësua ëndra shëmbullore e dibranëve. Një mrekulli e veçantë. Bravo! Jena shumë të kënaqur. Na ka ndihmu maksimum. Plosi gjysore është, lagje Tiranës. Borreli 50 minuta maksimumi, Peshkopi po ashtu, Bulqizën të gjitha. Mrekulli, jashtëzakonisht mrekulli. I lumtë e Tiranës, i qoftë Allah. Super investim. O lumë si ndur. Mrekulli, shumë bukur. Mund shkurton 6 orë rrugë. Bukur, shumë bukur. Mirë, shumë mirë. Halal e Tirana. Kënaqësi ju hap. Shqyqy që arritëm kësaj dite. Bravo e Tirana. Respekte. Jeni shumë të lumtur. Çdo gjë është super, është krye vepër. U lumë si gratë ju. Shumë bukur, faleminderit. Fantastike, krye vepër. Është një vepër madhështore për çfarë? Për çdo qytet. Peshkopis, Dibër, Bulqizë dhe Mot. Ka shumë mirë shqyqyr vesh rrugë të hapënëm. Respekte dhe inshallah sa ma shumë rrugë. Ndihmon vetëm Dibrën e Klosit, ndihmon gjithë Shqipërinë. Unë jam nga Tepelena, eki për në Dibrë të Madhe. Kështu që na ndihmon tërë. Faleminderit shumë, faleminderit. Ndërkombëtare, jo kombëtare. Se nuk i shërben vetëm Tiranës e Dibrës, por i shërben tregtisë me Maqedoni, Tiranë-Durrës. Nga Maqedonia hudhen lindje, sepse ekonomia e tregut to kërkon. Është një vepër kolosale që asmund rrimtari nuk e ndron tek te. Ka shkuar shumë kjo rrugë. Shumë mirë, shkëlqyer, super. Nuk e di, jemi qaj, që kanë bërë. Se nuk e imagjinon, e përshin 3 orë gjysë rrugë, diqim Rëshen, Burrel, Klos. 3 orë gjysë rrugë. Të shi gjysë orë, 3 orë shpëtum. Po dibranët, se ne që më apër, dibranët, kanë shkurtu 4 orë dibranët. 4 orë. E ti themi faleminderit Belindës dhe Tiranës i 100 herë. Vim nga Vlora dhe festojmë në Dibër. Përshëndetje. Ta gëzojnë Dibra. E kemi vënë emrin rruga e Arbrit sepse është rruga për të gjithë shqiptarët. Është rruga që lidh Tiranën me Dibrën, është rruga që lidh Maqedoninë me Shqipërinë, është rruga që lidh shqiptarët me komunitetet tjera në Ballkan. Super, super. Rruga shumë e mirë, super fare. Model fare, halal ja bo zoti e Tiranës. Shumë mirë, po mrekulli pashka, zoti e po. Me zë e kena prit, si qyrë, mrekulli. Fillum shinduar. Ne bëjmë rrugën shpesh edhe na ndihmojnë shumë, 40 minuta. Gjëja më pozitive për Dibrën, edhe për gjithë shqiptarët. Super, bravo e Tiranës. Mrekulli. Ta gëzojnë Dibranët dhe gjithë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut.